I shoku i skuadrës dhe miki Michael Schumacher, Ricardo Patrese, ka zbuluar se u bërpoq të ndihmonte piloti legjendar të Formula 1 në rikuperimin e tij, por u përball në refuzim nga familja e tij. Kampioni shtatëri botës, Schumacher, nuk është faqur në publik që nga aksidenti i rënd me ski në Alpet franceze në dhjetor 2013, kur po solën ndime të rënda në tru. Që asherë ai ka qenë në mikqyrje 24 orë në shtëpinë e familjes në Zvicër dhe familja e tij e ruan me rreptësi privatësinë e tij. I shefi ekipit të Benetton, Flavio Briatore, dikur tha se Schumacher i thjesht rri në shtrat, ndërsa ish gruaja e tij Elisabetta Gregoraci pretendoi se Schumacher nuk mund të flasë dhe se vetëm disa njerëz të zgjedhur lejohen ta vizitojnë. Michael nuk flet, ai komunikon me sy, kishte thënë Gregoraci, duke shtuar se vetëm 3 persona mund ta vizitojnë dhe unë i di se kush janë ata. Gazetari gjerman Felix Gorner deklaroi gjithashtu më parë këtë vit se Schumacher është plotësisht i varur nga kujdestarët e tij. Pavarësisht gjithçkaje, Patrese, i cili kishte makinën me Michaelin në 1993 dhe u bë shoku i tij i ngushtë, tha se besonte se zëri i tij mund ta ndihmonte Schumacherin të reagonte. E dini, ndonjëherë kur dëgjoj një zë të njohur, disa njerëz reagoj, ka shtuar Patrese për një media të huaj, kështu që e pyeta gruan e tij, Corinan, nëse donte që unë të vija të përpisha ta ndihmoja nëse mundesha. U tha që do të isha shumë i lumtur ta bëja këtë, por ata thanë jo faleminderit, nuk është koha e duhur, dhe ajo kohë nuk erdhi kurrë, ka shtuar ai.